Rënjët janë akoma më të thella dhe këto vinë dhe shkojnë deri në vitet 50. Irani ishte një vend gati demokratik në atë hapësirë e cila ka qenë gjithmonë shumë problematike për sa i përket teokracisë, për sa i përket fuqisë shumë të madhe të pushteteve dhe pasigurisë shumë të madhe që ka qenë në zonë e para për shkak të fuqive shumë të mëdha të burimeve që kanë këto vende. E dyta, mënyrën se si kanë luajtur përgjatë dekadave të ndryshme fuqit. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 53 arritën që të bënin grushtin e shtetit dhe larguan qeverinë më demokratike që ka qenë të Iranit. Këtu ishte pjesa, të themi, moderne e rrënjve shqetësuese, pastaj të urrëties që ndante Irani me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga viti 53 deri në vitin 79, disa vite më pas, Shtetet Bashkuara të Amerikës arrin që të bustojnë dhe të vendosin pinjollin e shahut të asaj kohe, edhe ishte pinjoll, po, të mbretit, siç quhet në gjuhën e tyre, e vendosën në fuqi. E para për shkak të antropologjisë politike, sociale të tyre, shahu gjithmonë kishte pasur fuqi të jashtëzakonshme, por ishte bjerrur me kalimin e kohës edhe për shkak të ndikimit shumë të madh të huaj dhe largimit nga jeta normale e vendit. Ardhja e shahut të ri nuk është se bëri ndonjë gjë të madhe, por gjithsesi vazhdoi pjesën liberale tashmë në Iran, dhe këtu janë ato imazhet e para që kanë ardhur moderne të Iranit në sensin e qoftë të veshjeve, qoftë të mënyrës se si ata komportoheshin në shoqëri dhe të tjera. Por pjesa e korrupsionit shumë të madh, mosnjohja shumë e problematikave të brendshme, ashpërsia e shahut nëpërmjet qeverive apo dhe shërbimi sekret që i përdorte. Dhe shërbimit sekret, Savaku i famshëm i tyre ka qenë jashtëzakonisht problematik, bëri që në vend të fillonin kanale rezistence shumë të mëdha. Kishin përvojë për sa i përket këtyre luftëve. Ju e dini që Irani është i kufizuar me shumë vende, ka vende jashtëzakonisht problematik, ka Pakistanin, ka Afganistanin, ka Turqinë, ka Irakun, përveç vendeve të tjera, Turkmenistanin, vende të cilat ka dhënë dhe ka marrë, por nga ana tjetër ka qenë shumë diverse për sa i përket racave të cilat ishin atje. Dora dorës në vend filluan të gëlonin që nga marksistët, filluan pjesa që mbështeste vlerat më të mëdha të islamit për të gjetur vlera sociale që t'i kundërviheshin korrupsionit dhe të themi asaj makutërie që po bënte regjimi i shahut dhe problematika tjera. E shfrytzuan më mirë njerëzit të cilët ishin të lidhur me fen. Këtu është dhe një problem tjetër. Irani, ju e dini, është tempulli i pjesës shia të islamit. Kuptohet janë 20% të komunitetit musliman, se 80% janë sunitët, por ata vetë, për shkak të një lidhje të themi jo ideologjike, po teorike, Ajatollahu gjithmonë mbahet si i dërguar i pejgamberëve. Është papa për katolikët, po themi është dhe Ajatollahu, apo parafërsi si figurë? Parafërsisht, organizimi është ndryshe. Po sigurisht, po si figurë... Kujdes, po, atje e zgjedh konklava, këtu e zgjedh një këshill shumë special i klerikëve më të lartë të shkollave të vendit. Dhe duke dashur një autoritet moral, gjithmonë bota e pas ka pasur të nevojshme autoritetin moral, sidomos pjesa që është e lidhur me fen, i dha mundësi që rezistenca e tyre jashtë vendit, kanalet brenda vendit, të mundësonin që një lider i tyre i cili ishte në emigracion në Francë, të rritesh si përmas dhe të rikthesh në vendin e vet. Në vend pjesa tjetër kisha arritur që ta mobilizonte revolucionin që mori frymë islamike. Kuptohet? Përplasja kryesore ishte shahu,
Dhe pjesa tjetër ishte urrejtja ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës që ndihmonte Savakun shumë. Savaku kishte ekspertizë të jashtëzakonshme, shërbimi i tyre sekret, dhe mbi të gjitha kishte filluar të fuste tek njerëzit mënyrën e përçudnimit të dinjitetit të tyre. Irani ka një, të themi, ka një të vetë ndjerë për identitetin e madh të asaj që përfaqësojnë. Ju e dini që kanë një qytetërim civilizim. Qytetërim është diçka më pak se civilizimi, të spikatur. Dhe duke ruajtur këtë, ata që ishin realisht po kuptonin pjesën teorike të kësaj, e lanë fen që të prevalonte. Dhe ardhja e Khomeinit në mënyrë simbolike ishte kulmimi i revolucionit, tashmë ata kishin fituar, dhe goditjen më të madhe morin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, për ta, me politikën që kishte ndjekur Shtetet Bashkuara të Amerikës, në atë kohë dukesh e arsyeshme, vijoi kriza e pengjeve. Në ambasadën amerikane. Po, e ambasadës amerikane, trajtimi i tyre ka qenë trajtim larg çdo traktati ndërkombëtar e të tjera. Dhe zoti Carter humbi presidencën e tij sepse ishte i pavendosur e para për të negociuar dhe e dyta për të ndërhyrë. Dhe amerikanët e bën përpjekjen për të ndërhyrë, por dështuan, ndërhyrje masive, në një operacion të kalkuluar deri në detaje, por që për shkak të kushteve mjedisore jashtëzakonisht vështira, të ndaj diçka me ju. Unë kam qenë disa herë në Iran dhe ka ditë që Teherani, gjysmën e Teheranit, ti nuk e dallon dot për shkak të rrymave të jashtëzakonshme të erës që vijnë nga shkretëtira. Dhe është një qytet që ata e kanë menduar shpesh, domethënë, për ta zhvendosur, për ta bërë kryeqytetin diku tjetër. Ekspedita amerikane dështoi. Por ndërkohë, po vinte një personazh i jashtëzakonshëm që ka lënë një pasament shumë të madh, sidomos në historinë moderne të Amerikës, Ronald Reagan. Ai tha, unë pas një kusht të godas Iranin, duhet urdhri i parë ekzekutiv si komandant i ushtrisë, ndoshta edhe pa lejen e Kongresit siç u bë tani, që të sulmojmë Iranin. Dhe çuditërisht, Irani që kishte luajtur me nervat amerikane, duke ditur pozicionin e tyre të fortë, pak a shumë ata po i shfrytëzojnë tani, e shtyll deri në limite. Dhe në momentin që u mor vesh që zoti Carter humbi, për cilin ata ishte një simbolik shumë e keqe, dhe duke ditur befasin që do vite nga zoti Reagan, ata arritën të negocionin në orët e fundit. Kjo ishte e lehtësia pastaj që i dha jetë për shumë kohë revolucionit islamik. Nuk është e vërtetë ajo që thonë që ka qenë komplet fetar, brenda kanë qenë shumë marksist, brenda ka pas anarkist, brenda kanë qenë këto rrymat të tjerë, më pak meku. Një fraksion shumë i vogël. Një fraksion, për shkak sepse po të bësh një analizë sasiore të tyre. Po si përqindje shumë e vogël. Si përqindje shumë e vogël dhe shumë e vështirë për tranzitimin e pushtetit të tyre. Ku e merr, kemi parë ndërhyrjen, nga se buron forca e Iranit? Pra nga nafta, nga uraniumi që zotëron, nga se? Sepse po themi një farë mënyrë të kesh një peshë aq të fortë, sa të kundërvjesht, po themi edhe ushterakisht, dy supershteteve. Keni shumë të drejtë. E para unë mendoj që është pjesë antropologjike. Lidhet me trashëgiminë shumë të madhe si perandori e tyre. Persë dhe dikushme. Persë dhe dikushme, po edhe pastaj në kohë të ndryshme, ata kanë pas lullëzime të qytetërimeve të ndryshme. U është dashur të mbjetojnë në një hapësirë e cila paraqit probleme, ndërkohë që në kohët antike ka qenë tokë e bekuar, sepse civilizime dhe ka ardhur bota, aty ka lindur, aty afër. Tashmë është diçka tjetër. Fluturosh mbi Iran, për shembull, ju do të çuditeni, është sikur fluturon mbi një oqean shkretëtire. Dhe për shkak të kësaj u është dashur të mbjetojnë. Fati i tyre është që kanë burime të jashtëzakonshme, ndërkohë që sipas zonjës Thatcher është mallkim për vendet të kenë pasuri të tilla.
Dhe duke pasur pjesën e dinjitetit, duke pasur pjesën e dytë të mbijetesës së religionit që ata profeson, pjesën, sepse janë pjesa shije, dhe kjo pjesë të themi është një pjesë shumë monolite, ata janë meka e shive në botë, do më thënë ka një pjesë në Pakistan, ka një pjesë në Irak, ka dhe në vende tjera, më duket dhe në Azerbajxhan. Po tek ata është baza kryesore. Dhe duke ditur vlerat e tyre të fe, sepse janë popull të cilat administrohen nëpërmjet vlerave morale dhe vlerave të religionit për t'i administruar. Dhe sheriati ka fuqi të jashtëzakonshme. Sot tek kësaj dite që ne flasim, paçka se ata në gjendje lufte, ata kanë polici sheriate, qoftë për meshkuj, qoftë për femra, edhe të tjera. Si polici morali, po themi? Polici morale. Keni gjetë përcaktimin normal. Polici morale. Për shumë në aeroport më ka ndodhur që një grua e veshur me zeza ndaloj kolegen time vetëm që kishe zbuluar kyçin e këmbës. Por kjo pjesë gjithmonë ka çeduar me pjesën tjetër, që edhe mbas revolucionit kishin një pjesë bajagi moderne. Do më thënë femrat në Iran e mbulojnë kokën deri në gjysmë dhe ti e dallon. Ti dallon format trupore, sepse ato mund të mbajnë gjëra që janë ngjitur me trupin, një gjë që nuk e bëjnë tek sunitët. Studentët iraniane janë jashtëzakonisht moderne kur i shikon, të veshur jashtëzakonisht mirë, me simbolin e shamis që nuk mund ta heqësh, që është një nga handikapet më të mëdha të tyre. Dhe forca e fundit që është vitale, është forca ekonomike që ata kuptuan, që potencialin e tyre në një botë e cila po bëhesh gjithmonë me ndërthurur, ta shfrytëzonin. Arritën të kuptonin shumë mirë që Rusia me Shtetet e Bashkuara do ishin gjithmonë në tension. Për të ngjallur besimin e vendeve të tjera, mobilizuan forcat proxy që kanë, Hezbollahun, Hamasin, Houthin dhe të tjera, dhe madje eksportuan edhe ekspedita ushtarake, po që nuk pohoheshin drejt vendeve të tyre. Një pjesë oficerëve të këtyre kanë shërbyer në Liban ose kanë shërbyer në Siri në luftë. Dhe këta janë mësuar me luftra. Ndërkohë që ekonominë u munduan tashmë që në një farë mënyre ta shfrytëzonin për veten e tyre. Problemi i madh ishte që në një botë e cila tashmë flet me koncepte mirëfilli kapitali, si do e transferonin këtë pjesë, sepse brenda futet dhe pjesa e fesë e gjitha. Dhe arritën që të bënin ndërmarrje shtetërore ose ndërmarrje private, të cilat ishin të lidhura indirekt me shtetin, dhe kur regjimi në shumë momente futi njerëzit e vet, pinjollët e vet, dhe janë ata që zakonisht dalin dhe tregojnë jetën luksoze të kësaj. Dhe me të gjithë të vendosën marrëdhëniet me Kinën, arritën të kuptonin që Kina ishte fuqia e të ardhmes dhe ndihmuan jashtëzakonisht me karburant. Nga ana tjetër arritën të kuptonin që Kina do vinte momenti që do kishte supremaci në detin e Kinës jugore, dhe ju e dini që atje kalon 26% e madrave në pajësor. Dhe duke ndihmuar Kinën, hapën rrugën e tyre, i shpëtuan embargoe, kanë pas embargo të vazhdueshme mbas vitit 79, por për hir të vërtetës, mirëqenia e njerëzve nuk ishte ajo që pritej. Nga ana tjetër që është akoma më shqetësuese është që regjimi e tejkaloi pjesën e saj, në sensin që u bë shumë i ashpër, blodhi jashtëzakonisht fuqi, garda që ajo krijoi bashkë me disa derivate të saj, siç janë këto forcat pasi, dhe janë dhe disa forca tjera të cilat emrat e të cilëve janë shumë të vështira për të shqiptuar e kështu, mbulojnë sektor të vazhdueshme të jetës sociale të vendit. Por kemi parë nga ana tjetër që përballja atyre teknologjike le jashtëzakonisht për dëshiruar, me gjitha arritjet që janë të pakundërshtueshme, sepse Rusia po lufton me dronët atyre, ata tani po tregojnë që ka, po kur shikon atë që ka bërë Izraeli me ndërfutjen, ndërkalljen
Iran është e pa imagjinueshme, domethënë. Dhe kjo ngeli sepse e gjithë kjo lloj teknologjie kërkon bashkëpunim shumë të madh. Dhe këta ata nuk arritën ta bënin dot asnjëherë.